Dhjetë vite burg, Erion Veliaj merr dënimin. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, aktualisht ndodhet në paraburgim pas hetimeve të kryera nga SPAK për akuzat të korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Është e rëndësishme të theksohet se deri në këtë moment nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar nga gjykata në lidhje me këtë çështje. Veliaj përballlet me akuza serioze që mund të rezultojnë në një dënim të mundshëm prej 10 vitesh burg nëse shpallet fajtor. Aktualisht, procedura gjyqësore është në proces dhe nuk ka më një vendim final. Megjithatë, sipas informacioneve, SPAK ka grumbulluar një sasi të konsiderueshme provash që pretendohet se janë të mjaftueshme për të mbështetur akuzën ndaj kryetarit të bashkisë. Organet e drejtësisë po punojnë intensivisht për këtë çështje dhe pritet që vendimi final të merret së shpejti. Gjykata do të vendosë, bazuar në provat e paraqitura, nëse Veliaj do të shpallet fajtor apo i pafajshëm për akuzat e ngritura ndaj tij. Duhet theksuar se sipas parimit të prezumimit të pafajësisë, çdo person konsiderohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të vërtetohet me vendim gjyqësor të formës së prerë. Prandaj, pavarësisht situatës aktuale, vendimi final i gjykatës është ai që do të përcaktojë fatin e Erion Veliajit në lidhje me këto akuza. Situata po ndiqet me vëmendje nga opinioni publik dhe pritet që zhvillime të reja të ndodhin në ditët në vijim. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.